إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kemi qëndruar pra të komenti të kuptimi I tehijatit. Thot, pra mos I përmendëm komentet disa dietarëve. Dhe vazhdojmë të komenti Sheikh Uthayminit Allahu më shëroft. Pra tehijat kam shkutur as-salawat, tehijat thanë ta'dhimat, pra madhërimet janë për Allahu xhalla wala. Thot as-salawat, pra salawat janë namazet edhe duat. Salawat thot janë për Allahun xhalla wala. Kjo përfshin çdo gjë pra që përdoret fjala sala për të. Pra sala nga ana arabishtes është ka kuptimin gjuhësor, është duaja, lutja. Qartë? Pra si nga ana fetare, si nga ana gjuhësore. Nga ana gjuhësore është lutja. Pra të gjitha lutjet janë për Allahun xhalla wala. Nga ana sheriatit është namazi që ju njihni, namazi që ne falim. Qartë? Pra do vim edhe të salavatet, po inshallah më mbrapa të çfarë kuptimi ka për Allahumma salli ala Muhammed. Pra namazet gjitha janë për Allahun xhalla wala, ai I meriton, s'ka dikush që I meriton. Pra nuk I meriton dikush tjetër përveç Allahut xhalla wala. Gjithashtu duaja, pra është hak I Allahut, pra vetëm ai e meriton. Duan kemi thënë që duaja është dy lloje, duaja kërkimi dhe duaja adhurimi. Edhe ka përmend ajetin wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ka thënë Zoti juaj lutuni që t'ju përgjigjem. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Pra ata që janë mendjemdhenj karshi adhurimit tim, ata do të hyjnë në xhehenem të poshtruar. Ky ajet është për ajeteve që dietarët argumentojnë që duaja është adhurim. Pra namaz sidomos kur duan me fol pra kundra atyre që bëjnë shirk, që I drejtojnë duan dikujt tjetër përveç Allahut xhalla wala, për t'i thënë që kjo dua që ju drejtoni atyre, ky është adhurim, dhe adhurimin e meriton vetëm Allahu xhalla wala. Pra, normal, ju e keni gjuhë diçka të qartë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që duaja është adhurim, por se dietat nuk argumentojnë vetëm me këtë, argumentojnë dhe me ajete Kurani, me ajete surës Maryam. Nuk po flasim, pra nuk po zgjatim më shumë pra te kjo temë për sot, por se po përmendim këtu, për shumë shifeni, wa qala rabbukum ud'uni, ka thënë Zoti juaj, lutmuni, ud'uni. Pastaj thot, pra unë ju përgjigjem, innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Ata që janë mendjemdhenj karshi, këtu tha ud'uni, përmendi duan. Pastaj thot ata që janë mendjemdhenj karshi adhurimit tim, nuk tha karshi duas time, jo thot karshi adhurimit tim. Pra ti kupton që duaja është adhurim. Qartë, normal, e meriton vetëm Allahu xhalla wala. Pra gjitha namazet si farzi, si nafila janë për Allahun, gjithashtu gjitha lutjet, duat janë për Allahun xhalla wala. Pastaj at-tayyibat. At-tayyibat thot ka dy kuptime. E para që ka lidhje me Allahun, e dyta që ka lidhje me veprat e robërve. Për sa I përket, pra ajo që ka lidhje me Allahun xhalla wala, Allahu ka prej cilësive atyabuha më të mirën, pra më larg mangësive, prej veprave më të mirën, prej fjalëve më të mirën. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Ju thashë mund të them, Allahu xhalla wala është I pastër, larg metave, Allahu është I mirë dhe nuk pranon vetë se të mirën. Që ta kuptoni pak më shumë, të lexojmë pak komentin e Sheikh Uthayminit Allahu më shëroft të 40 hadithet e Nevojit Allahu më shëroft, thot inna Allaha tayyib, pra fjala tayyib këtu ka kuptimin që Allahu është I pastër, është larg nga mangësitë dhe tmetat. Pra nuk e prek atë diçka e keqe apo që pra të ketë ai në fjalët, në veprat e tij diçka të keqe. Pra kuptimi I kësaj është se Allahu xhalla wala nuk ka as mangësi as tmeta. Pra ai është tayyib në veten e tij, në emrat e tij, në cilësitë e tij, në gjykimet e tij. Pra çdo gjë që pra prej Allahu xhalla wala është e mirë dhe nuk ka diçka të keqe. Gjithashtu nuk pranon vetë se të mirën, për fjalëve, veprave. Pra çdo gjë e keqe është refuzuar tek Allahu xhalla wala sepse Allahu nuk pranon vetë se të mirën. Për shembull, t'jep shembull, sadakan me pasuri të keqe, me pasuri haram, do t'japësh pra ke fitu pasuri haram edhe çfarë? Thu do ta jap sadaka. Allahu nuk ta pranon. Pra pasurinë haram nuk ka sadaka me pasuri haram.
sepse Allahu është i mirë dhe nuk pranon vetë se të mirën. Pra sadaka me pasuri haram nuk ka. Edhe imagjinoj që të arrish në gradë më larg, domethënë që të vish të mashtroj shejtani me që qëllimi justifikon mjetin. Pra unë për shembull po marr para haram, po i vjedh njerëzve, po hyn hak atyre, edhe pastaj po jap sadaka. Në Islam nuk ka kështu. Në Islam duhet dhe qëllimi të jetë i mirë dhe mjeti të jetë i mirë. Në qëllimi në Islam nuk justifikon mjeti. Ky është rregull qafir, rregull që sa dietar thonë i makiavelist, pra nuk ka lidhje me Islamin. Prandaj nga kur pyeten dietar për gjëra të tilla, pra që un kam mjetin për davet, a më lejohet me bë këtë haram se kam mjetin e mirë? Jo, nuk ka kështu. Se shumë njerëz po ti shohësh bëjnë harame se hasa un po bëj davet, hasa un kam mjetin e mirë. Jo, në Islam edhe mjetin duhet ta kesh mirë, po dhe mjetin edhe atë ta kesh të lejuar, jo të ndaluar. Edhe thon për shumë shpesh në tilla raste, thon ke mutaimet ila itami min kaddi farjiha lakil wayl la tazni wala tatasaddaqi. Pra si shembull i i një gruaje që bën imoralitet dhe me këtë lek të moralitetit i jep ushqim jetimve. Shifa? Thot lekil wayl, mirë për ty. As këtë mos e bëj, as këtë mos e bëj. Pra as ata kanë mos e bëj, as imoralitetin mos e bëj. Pa që ta keni parasysh të gjona. Se mund ndodhin shumë gjona, po i bëj të spit me xhamat për shkak daveti që të hap hajrin, të hap të mirën. Pra po unë si imam, po e bëj këtë bidat për të bërë këtë të mirë. Jo, nuk ka në Islam kështu. Pra si qëllimi duhet të jetë i mirë, njëti duhet të jetë i mirë, edhe vepra duhet të jetë e lejuar. Imagjino kur është haram është bidat. Ose çfarë, Allahu na ruaj. Unë du t'i bëj davet këtyre, kjo është goxha e rënd prap, tabliksa ç'a bëjnë? Po iki bëj tawaf me këta për mënyrë që t'i bëj davet. E ç'a bën? Ti fillon rrotullohesh rreth varrit me ata. Gjë që ndodh te kush? Te tabliksat. Ose raste që ka frekuencave që janë tregu Sheikh Mukbilit, janë përmend si histori, ikën për shkak me i fest, me diçka të ndaluar. Fillon kërcen aty e këndon e bon, pastaj jo po un kam qëllimin me bota vet. E shumë raste. Pra mbani mend që qëllimi justifikon mjetin, nuk është rregull Islam. Është rregull që bie ndesh me Islamin. Si qëllimi duhet të jetë i mirë, si mjeti duhet të jetë i lejuar. Nëse është i ndaluar, pra është kjo që po them. Prandaj këtu te sadakaja tani, ose për shembull nga fjalë njerëzit xhahila, vjedh thotë jo po unë i vjedh aty që s'japin zakatën për shembull dikush. Kupton? Gjithë secili justifikoi atë haramlligun, atë që është duke bë. Prandaj edhe këtu shikoj si thotë, Allahu është i mirë, pra i pasë nga tmetat, larg nga tmetat, nuk pranon vetë të mirën. Sadakan me lek pra haram nuk e pranon Allahu xhelal. Prandaj po ti shofësh për shembull, edhe kur pyeten dietarët, nëse dikush ka pasuri dhe fituar haram, çfarë bëj me të? Thot ta heqi. Kjo nuk është sadaka, thjesht ky po e heq nga pasuria e tij. Është tahallus, është shpëtoi nga kjo gjë. Jo se nuk është sadaka. Qartë, kuptuat? Inshallah. Pastaj thot më mbrapa Allahu më shirov, pra gjithmonë po lexoj nga komenti disa haditheve, e mira prej veprave, pra mirë, ne po themi Allahu nuk pranojmë prej veprave, është ajo që është vepra e mirë. Kush është e mira ajo kjo vepra e mirë që pranon Allahu prej veprave? Thotë është ajo vepër, ka përmend dy kushtet e pranimit të veprës, është ajo vepër që është bërë me sinqeritet për Allahun dhe është përputhje me shariatin, me fenë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kurse prej pasurive, pra nuk pranon prej të mirën prej pasurive, është ajo pasuri thotë që është fituar me rrugë halal, thotë kurse ajo që është fituar me rrugë haram, ajo është diçka e keqe që Allahu nuk e pranon. Qartë i kthehemi tani asaj, që thotë shehu pra që të kuptoni at-tayyib, pra që ka lidhje me Allahun xhallahu ala, prej cilësive, prej veprave, prej fjalëve. Ka përmend hadithin, pra Allahu nuk thotë vetë se mirë, nuk vepron vetë se mirë, nuk cilësohet vetë se mirë, por se gjithashtu mani jo vetëm mirë nga gjuha shqipe, mani atë që larg metave, larg mënsive. Pra ai është tayyib, për Allahun thotë në çdo gjë, në veten e tij, në cilësitë e tij, veprat e tij. Gjithashtu tani për sa i përket krijesave, nuk pranon prej veprave të robëve, si qofshin fjalë apo vepra, nuk pranon prej punëve të robëve, them qofshin fjalë apo vepra, vetëse të mirën, pra sepse ai që është tayyib, që është i pasur nga tmetat, që është i mirë, nuk i takon atij vetëse fjalët dhe veprat e mira. Ky është ligji pra i Allahu xhallahu ala, prandaj thotë ti që je duke u falur.
A i ken mendje këto momenti që thuhet tayyibatu lillah? A kjo është gjithë, ju kam thonë që nga fillimi, qëllimi, ose një nga qëllimet që ne po flasim rreth namazit, është momenti që ne falim. Këto gjëra që mësojmë kuptimet e kësaj duaje, këtij dhikri, i kemi në mendje në momenti që ne i kryem? Kjo është. Andaj Allahu na përmirësoj gjithë. Po ta shohësh pra, kur e themi ne këtë, kemi në mendje gjitha këto kuptime që tham, apo i themi thjesht se janë dhikr dhe falënderim, lavdërimi i Allahut? Shumica e njerëzve thotë janë te kjo e dyta. Nuk e kanë mendjen e tyre moment që thotë tayyibat, se Allahu xhallahu ala është tayyib në veten e tij, në cilësitë e tij, në fjalët e tij, pra dhe se nuk i takon atij prej fjalëve dhe veprave të krijesave vetë se ato të mira. Qartë? Pastaj thotë e kundërta kësaj është diçka e habith, pra diçka e keqe, ajo që është tayyib, s'është e mirë, është e keqe. Allahu xhallahu ala pra thotë walahul mathalul a'la, ai ka cilësitë më të larta, pra nuk mundet që cilësitë, veprat, fjalët e tij të jenë vetë se të mira. Pra gjitha këto janë, pra e përsërit prap, kurse ajo që buron ose e veprojnë njerëzit, ka për atyre që është e mirë, ka për atyre që është diçka e keqe, por se ajo që ngrihet tek Allahu xhallahu ala është e mirë. Siç thot Allahu xhallahu ala, tek ai ngrihet fjala e mirë dhe vepra e mirë. Kurse ajo që nuk është e mirë është për tokën, nuk ngrihet drejt qiellit. Pastaj thot Allahu më shëroft, assalamu alejke. Pra assalamu alejke e ju an-nabi. Pra është thonë që qëllimi me selamin është emri Allahut. Pra, ca dietar kanë thënë që këtu qëllimi assalamu alejke, selam është për emrave të Allahut. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Allahu inna Allahu was-salam. Allahu është selam. Ose siç ka thënë te sura Hashr, el-Malikul Quddusus Salam. Pra, as-salam është për emrave të Allahut xhallahu ala. Duke u mbështetur te kjo fjalë, ne themi moment që themi assalamu alejke, pra që Allahu xhallahu ala ta ruajë të dërguarin, të përkujdeset për të, e të tjera me radhë. Është sikur jetë duke i thënë dikujt, Allahu pra qoftë me ty, me kuptimin që të mbikëqyr, kujdeset, të ruan dhe të mbron. Kuptimi tjetër, pra është thënë, pra vjen nga fjala selam, qëllimi i këtij kuptimi të dytë është që je duke u lutur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të jetë i mbrojtur, i ruajtur, pra gëzoj shëndet nga çdo e keqe. Si lutemi ne pra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këtë gjë ndërkohë që ai tani ka vdek? Pra tani është pejgamberi sa ka vdek. Si lutemi, thot, pra qëllimi thot me duan për selamet nuk është e kufizuar vetëm për gjendjen e jetës. Thot sepse ka sprova që do vinë ditën e gjykimit, prandaj po të shohësh lutjen e dërguarve, pra kur njerëzit do ta kalojnë urën e siratit, si është, pra lutja e dërguarve, Allahumma sallim sallim. O Allah shpëto, Allah ruaj. O Allah shpëto, Allah ruaj. Pra dhe i herë, gjoni, pra të dërguarit, kur njerëzit do kalojnë urën e siratit, do thonë Allahumma sallim sallim. O Allah ruaj, o Allah na shpëto, o Allah na ruaj. Pra nuk i mbarojnë njerëzve frikat, pra sprovat vetëm me vdekjen e tij. Pra ka gjëra që do ndodhin ditën e gjykimit që ti ke nevojë që Allahu të ruaj dhe të shpëtoj. Gjithashtu, pra ne lutemi për dërguarin sallallahu alaihi wasallam që të shpëtojë nga vështirësitë e këtij qëndrimi, gjithashtu mund të themi dhe është më e përgjithshme që përfshin shariatin e tij, sunetin e tij, që të shpëtruhet suneti i tij, shariati i tij, që mos lozi dikush me të, pra mbrojtja e sunetit mas vdekjes. Që të ruhet nga këto kundërshtarët sulmuesi që sulmojnë sunetin e tjera më radh. Pra ta kesh parasysh se përfshihet edhe kjo, më e përgjithshme, siç kanë thënë pra dietarët e fjalë Allahu xhallahu ala, farudduhu ila Allahi wa rasul. Pra, nëse ju konfliktoheni në diçka, ktheheni tek Allahu dhe tek i dërguari. Pyetja lind si ta kthejmë tek Allahu dhe dërguari? Kanë thënë dietarët përgjigja është kthimi tek Allahu, është kthimi tek libri i Allahut. Kthimi tek i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Normal, kur ai ishte gjallë, ktheheshim tek ai, ama kur ai ka vdek do kthehemi tek suneti i tij. Qartë, do kthehemi te suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot o rahmetullah, pra rahme, siç e tham te duat mes dy sejdeve, rahmeti, pra mëshira kur bashkangjitet me maghfira, kërkimin e faljes, pra gjithë secila ka kuptim. Momenti që veçohen, pra siç kemi thënë kur bashkohen ndahen, kur ndahen bashkohen.
Pra kur janë bashk, qëllimi, pra kuptimi është që të arrish atë që kërkon dhe të largohet prej teje ajo që ti i druhesh dhe ke frikë, pra do që të largohet prej teje. Wa barakatuhu, pra vjen nga baraka, bereqet si themi në shqip, pra që është diçka hajri tjeti shumët dhe i qëndrueshëm. Pra hajri nuk është thjesht i pakët, jo është i shumët. Dhe tjetra është ka qëndrueshmëri. Kjo do thot fjala baraka, bereqet në arabisht. Dhe tregon rënjën që fjala birke është një liçen i madh, pra që uji është grumbulluar aty dhe qëndron. Që imagjino, pra dietat mundojnë gjithmonë që të shohin rënjën e fjalës. Rënja e fjalës thotë shife baraka, kemi birke. Birke çfarë është? Një liçen i madh. Uji te ky liçen i madh është pak a shumë? Është shumë. E dyta, ikën apo është aty? Është aty qëndron. Atëherë edhe bereqeti që ti kërkon, pra hajri, mirësia, ta kesh shumët dhe qëndrueshme, mos të iki. Qartë? Prandaj thotë është hajri që të jetë i shumtë dhe i qëndrueshëm. Gjithashtu pra është që të shtohet ky hajër, shtohet e mira. Prandaj momenti i lutesh Allahut për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra çfarë ti as vetëm thot gjithë tema tani përveç kur ka qenë gjallë po tani pas vdekjes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, pra normal, momenti kur ai ka qenë gjallë, jepet bereqet prej Allahut, kuptohet në ushqimin e tij, në veshjen e tij, në familjen e tij, në veprat e tij, kurse pas vdekjes tij, kush është bereqeti? Që të shumohen pasuesit e tij. Pasuesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shifeni tani sa pejgamberi sa më ka qenë një person i vetëm, kur për hap Islamin, shifeni tani sa është numri i muslimanëve në botë. Edhe alhamdulillah ato si më thon, burimet mediatike janë feja me shtimin e pasuesve të saj më e madhe në botë kush është? Islami. Pra kush është ajo fe që pasuesit e saj shtohen ditë ditës është Islami. Pra shifeni bereqetin që thot, bereqeti kur ti thot që ti pasohen, kur i lutesh Allah xhelal për bereqet, thot të shtohen pasuesit e tij. Pra, nëse ne do supozojmë sikur pasuesit e një personi janë 1 milion, në momenti që bëhen 2 milion, kjo që quhet? Quhet bereqet. Quhet bereqet. Prandaj, nga ana tjetër, nëse pasuesit bëjnë falen nafile 10 rekat, disa të tjerë falen 20 rekat, çfarë quhet kjo? Bereqet, vepër për më shumë vepër. Prandaj, ne i lutemi Allahu xhallahu ala për dërguarin sallallahu alaihi wasallam që t'i japi bereqet. Kjo tregon ose të çon që pasuesit e tij të jenë shumtë dhe pasuesit e tij të bëjnë vepra shumë të mira, të shumojnë veprat e mira. Prandaj, sepse çdo vepër e mirë që bëjnë pasuesit e dërguarit sallallahu alaihi wasallam, ai ka si shpërblimi tyre deri ditën e gjykimit. Pra çdo vepër të mirë që të bën, çdo namaz, çdo agjërim e tjera me radhë, se vapi kush i shkon? Kujt i shkon? I shkon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ne kemi thonë para me kemi kohë alhamdulillah që kemi përmendur të fjalën e dietarëve që personi që fton bidat, që i fton njerëzit bidat, ky realisht është duke çfarë? Duke ndërprer që shpërblimi të shkojë kujt? Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se njerëzit kur do i shkojë shpërblimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Kur njerëzit veprojnë synetin, ama momenti që veprojnë bidatin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i shkon shpërblim. Qartë? Pra këtu e shihni domin e bidatit. Domin e bidatit. Shifeni tani themi çështje tjetër. Me këtë që ne tham tani, sapo tham, refuzojmë disa persona që ja dhurojnë shpërblimin e veprave të mira pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull thot, lexojnë për shembull Kur'anin, thot unë këtë shpërblimin e këtij leximi Kur'ani ja çoj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose them Fatiha për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka ca njerëz që bëjnë këtë gjë. Çfarë thotë që u këtu? Pra, kjo që ne tham është refuzimi i kësaj fjale. Pse? Për shembull thot Fatihaja për ruhun, për shpirtin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, siç thon. Ne themi kjo është për bidateve dhe për humbjes. O ti thot që un po të pyes thot, o ti që do t'i dhurosh pra shpërblimin e adhurimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A e do ti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më shumë se Abu Bekri, Umeri, Uthmani dhe Ali radhiyallahu anhu? Normal që s'ka mundsi. Tjetra, pra thot, nëse vjen dhe thot po, ne i themi je duke gënjy, e përsërit çeu. Dhe nëse thot jo, atëherë i themi që pse Abu Bekri radhiyallahu an, hulefat pas tij, pa dërguarit sallallahu alaihi wasallam, nuk i kanë dhuruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam as hat me Kur'ani, as Fatiha me radh. Pse? Sepse ky është bidat.
Sepse kjo vepër që ti bën, veprat e mira që ti bën, i shkon direkt te sevapi ku është shpërblimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qartë? Prandaj nuk ke nevojë që ta bësh të vepër. Kjo vepër është prej bidatave. Pastaj thot Esselamu alejna, te kuptimi Esselamu alejna, pra selami qoftë çfarë mbi ne, nuk ka dyshim thosë qëllimi këtu, selami pra emri i Allahut që të përkujdeset Allahu për ne, ose që ne të kemi selamet, shpëtim, ruajtje. Qartë? Thot kjo nuk është e veçantë vetëm për personin, pra për atë që po falet, por se kihet për qëllim personi dhe ata që janë me të, pra gjithë ata që po falen. Pra është thon ata që janë duke u fal, është thon me lajket, është thon pra fjalë dietar, kuptohet, është thon gjithë ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo fjala e fundit është më saktë. Pra momentin që themi selamu alejna, pra selami qoftë mbi ne, kemi qëllim thot, pra ka fjalë dietarësh, por se shehu sakson fjalën e fundit. Pra mbi ne, mbi ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ashtu siç bëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, bëjmë për veten tonë. Pra sepse ne jemi pasuesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na boftë shoqë derisa të vdesim. Wa ala ibadillahi salihin, pra dhe selami qoftë për robët e Allahut mirë. Pra kjo është përgjithësim pas diçka janë veçanti, sepse robët e Allahut mirë përfshin çdo rob të mirë, si në qiell, si në tokë, qoftë i gjallë, qoftë i vdekur, qoftë për bijve të Ademit, qoftë për melajkëve, qoftë për xhinëve. Pra robët e Allahut janë ata që i binden Allahut, e adhurojnë Allahun, i nështrohen atij, i binden atij, duke zbatuar urdhresat, duke u larguar nga ndalesat, dhe cilësia më e madhe që robi të përshkruhet me të është që të jetë robi Allahu xhallahu ala, dhe po ta shohësh Allahu xhallahu ala e ka përmendur, e ka përshkruar të dërguarin e tij në pozitën më të lartë duke quajtur rob. Pra, Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdihi. Pra, Tabarak për Allahun xhallahu ala që i zbriti furqanin robit ti, subhanalladhi asra bi abdihi, pra Israja, ka përmend me robin e tij. Ai që themi si përmbledhse është që cilësia më e nderuar për robin, më e mirë për robin është që të jetë robi i Allahut xhallahu ala. Pra lutim Allahun që të realizojë këtë gjë të robët e tij besimtar, pra që ti jesh robi i Allahut, mos jesh robi i tekat. Por që ta kesh parasysh që po u largove nga robëria e Allahut, mos kujto që nuk je më rob. Mos kujto se si thon shumë pra njerëz që kanë probleme që un jam i lirë të bëj çfarë dush, që të bëj çfarë du. Jo, realisht ti je rob. Po nuk e zgjedh që ti jesh robi i Allahut, do jesh robi i shejtanit dhe i tekave tua. Prandaj Imam Ibn Qayyim ka ato vargje shumë, pra dobishme që i përmendin dietarët, te Nunia thot Allahu më shërof, harabu min ar-riqi alladhi khuliqu lahu wa bulu bi riqi nafsi wa shaytani. U larguan nga robëria që janë krijuar për të dhe janë sprovuar me robërinë kafshi nefshit dhe shejtanit. Robëria që ne jemi krijuar për të, jemi krijuar që të jemi robër të Allahut, të veçojmë Allahun me adhurim. Dikush nuk e do këtë robëri, nuk do të jetë robi i Allahut, atëherë ikën dhe bëhet robi i shejtanit, edhe i tekave të tij. Ç'a i thot mendja e tij, tekat e tij ai e vepron. Ç'a i thot shejtani vet, ai e vepron. Dhe fatkeqësisht kujton që është kujton se është i lirë. Allahu na rrit. Kujton se është i lirë, ndërkohë që është robi i shejtanit. Ç'a i thot shejtani? Edhe shejtani ne e dim që Allahu na rrit për sherrin e tij. Qëllimi final i tij ç'a është? Që në zjarr xhehenemit mos të hyt vetëm, të ketë sa më shumë pasues me vetë, Allahu na rrit. Prandaj robi duhet të ketë kujdes. Pra ta kuptoni këtë që cilësia më e madhe për ty si rob, më fisnike, më e nderuar që ti të jesh robi i Allahut. Ti bindesh Allahut. Urdhresat ti zbatosh, ndalesat largohesh. Qartë? Prandaj thot, lut Allahun thot që të realizoj këtë gjë të robët e tij besimtar, pra që të jenë robër të Allahut, jo robër të tekave tyre, pra momentin që ngjon diçka për Zotin e tij, të jetë semia wa ata'na. Ngjuam dhe u bindëm. Dhe fatkeqësisht ke shumë persona dobët për muslimanëve që kanë problemet e veta. Ti i thu ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo po pse kështu, pse ashtu, jo po si është kjo, si është ajo, ndërkohë që fjala besimtar duhet të jenë ngjuam dhe u bindëm. Dhe mos harroni për shembull një nga qendrimet shumë të mëdha të kujt te Abu Bekri radhiyallahu anhu që i thuhet Abu Bekr as-Siddiq. Pse? Se momenti që ka ndodhur siç u përmendëm tu Israja dhe Miraxhi, pra mushrikët me Abu Jahlin krye, gjetën rastin që të sulmonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
Madje kur Ebu Xhehli ka kaluar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka patë pra të shqetësuar. Dhe i ka thonë, "Ça ka ndodhur ndonjë gjë?" Po thot, i ka përmend Isra'n dhe Mirajin. Israja është ecje natën drejt kujt? Drejt Kutsit, drejt Aksës, drejt Palestinës, dhe ju e shihni që është përmend Kur'an, është përmend Kutsi Kur'an. Edhe po ti shohësh nga ato propagandat çifutëve, kur luftojnë Islami dhe muslimanët, thonë, kjo gjë nuk është përmend Kur'an. Pra duan ta shkëpusin lidhjen e muslimanëve me Aksën. E thotë kjo gjë s'është përmend Kur'an. E keni ta ajeti i parë i surës Isra. Shifini pra armiqtë e Allahut dhe armiqtë e pejgamberëve, vrasjet e pejgamberëve. Allahu i dhonte atë që meritojnë. Pra, kur ndodhi Isra dhe Miraxhi, Israja është ecja natës, Miraxhi është ngritja drejt qiellit ku obligohen namazet e tjera. Kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është gdhin në Mekë, kjo ka ndodhur, kjo ngjarje që unë po ju tregoj tani. Pra Abu Xheli thotë të fjalë, ndërkohë që ata çfarë shfrytëzojnë, ata thonin ne duam Palestinë, shkojmë një muaj vajte, një muaj ardhje. Pra pejgamberi sallallahu tani po pretendon që e ka bërë këtë gjë mrena natës dhe ka ardhur. Edhe shife tani sa i keq, domethënë. Ebu Xhehli vetëm ti thush emrin e kupton se sa nga koka e mushrikëve. I thot, mirë thot, pra mundohet që nëse ti, domethënë, nëse unë mbledh popullin, do i thush një të gjona apo jo? Shife, mbar mundoj që unë tani po erdhën mushrikët e tjerë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mos me çfarë, ndoshta e përgënjeshtron këtë gjë. Dhe ikën i mbledh ato të tjerë dhe i thot çfarë? I thot shife ç'a thot, ngjojeni ç'a thot. Pra thot që mrena natës kanë bërë këtë e këtë dhe thot, pra transmetimi që thot dikush vet dorën kokë, dikush o çash duke thonë, fillon duke e përgënjeshtru. Çfarë ndodh? Atëherë, pra ata thonë ne kemi, Allahu xhallahu ala thot mirë na e përshkruaj. Pejgamberi sa fillon dhe e përshkruan. Që xhamia Aksa është kështu. Moment thot për një moment ngatrohen disa gjëra tek xhamia Aksa, vjen Xhibrili ja sjell xhamin Aksa përpara dhe ja tregon çdo gjë. Ç'a thon tani aty disa prej tyre për sa i përket përshkrimit thot ju ka thonë vërtetën. Atëherë ku ka thonë vërtetën? Pse përgjigjëstrimi? A ka fuqi Allahu për gjithçka? Allahu është i gjithfuqishëm. Në gjithë këtë pozicion, imagjino ç'a pozicioni, ç'a ka ndodhur e tjera, vjen tani shkojnë te Ebu Bekri radhiyallahu anhu. I thonë ngjot çka ka thonë shoku yt? Po çka ka thonë? Ka thonë që mrena natës ka shku në Aksa, ka shku pra drejt qiejve dhe është gdhi këtu. Ndërkohë që ne duam një muaj me vat, një muaj me ardh. Ose cila ishte përgjigjja e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu? Thotë nëse e ka thonë, të vërtetën ka thonë. Se unë besoj thot për diçka më të madhe se kjo, që është shpallja që zbret. Prandaj është shuajt Ebu Bekri as-Siddiq. Prandaj kështu duhet të jetë besimtari. Fjalët e besimtarit janë, a e ka thonë Allahu, a ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka marr fund. Nëse të vihet i dyshimi vogël, nëse si ka ndodhur kjo mrekulli, si ka ndodhur kjo, a thua Allahu është i gjithfuqishëm për gjithçka. A është ai krijuesi? Ai është i gjithfuqishëm. Ku është problemi atëherë? Për shembull, morëm shembull, si ka mundësi hëna është ndarë në gjysë të më radh? Përgjigjja është shumë e thjeshtë. Ai që ka krijuar hënën, ka mundësi ta ndajë ndysh. Mori fund. Përderisa, pra, kjo është çfarë? Ti a beson që Allahu është i gjithfuqishëm? A beson që Allahu është krijuesi? Mori fund. Thjesht është a ka ardhur lajmi, në moment që ka ardhur lajmi për Allahut për pejgamberin sa ka marr fund. Prandaj besimtari duhet të jetë në gjumë dhe u bin. Në gjumë dhe u bin. Edhe fatkeqësisht është dobësi kur disa e thuan ajete, thuan hadithe, robi vazhdon me tekat, me kokën e vet, etj më radh. Mund ta ngamastroj shejtani, jo po jemi kohë tjetër, ajo ka qenë kohë tjetër, ne jemi kohë tjetër, vazhdo me tekat e veta, me epshet e veta, etj më radh, Allahu na rrit. Prandaj thot, duhet pra mos pasoj tekat e tij, kur ngjon urdhrin e Zotit tij, thot ngjuam dhe u bindëm. Momenti që ngjon ndalesën e Allahu xhallahu ala ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, pra ngjuam dhe do largohemi nga ndalesa. Momenti që ngjon një lajm thot ngjuam, pra dhe vërtetojmë e besojmë si të vërtet dhe e pranojmë. Kështu duhet të jetë besimtar. Gjëra që kanë lidhje me dëshminë, gjithashtu me këtë dëshmi. Me Muhammed Rasulullah, dëshmia Muhammed Rasulullah sa përfshin sa gjëra? 4 çështje. Para, urdhësa e pejgamberit sa ti bindesh, ndalesat largohesh, lajmet ti besosh si të vërtetë, ti vërtetosh dhe mos ta adhurosh Allahun vetëm me rrugën e pejgamberit.
Këto katër gjëra i përmban dëshmia jote kur thon Muhamedi është i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pastaj te ibadullahi salihun, pra robët e Allahut salihun të mirë, kush janë? Thotë janë ata që janë të mirë si në brendësinë e tyre, si në pamje atë në të dukshmen e tyre. Pra, mirësia e të fshetës, e të brendshmesh, është që të adhurosh Allahun të jesh i sinqert, kurse e jashtmjat pasosh të dërguarin sallallahu alaihi wasallam. Pra këta janë njerëzit e mirë. Ndërkohë, e kundërt e saj janë robët e Allahut shkatërrues, pra ose për sa i përket brendësisë tyre, ose për sa i përket pra dukshmes asaj që ata shfaqin. Ai person që bën shirk, ai është i prishur nga brenda. Bidatçiu është i prishur nga jashtë. Sepse ka bidatçi që duan të mirën, por se nga ana e jashtme ai nuk ecën rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mushriku është i shkatruar, është i prishur nga brenda, edhe nëse nga ana e jashtme pra shfaq diçka sikur është përputhje me fen. Pra, robët e Allahut mirë janë ata që janë të mirë si nga brenda, si nga jashtë. Nga brenda janë sinqert, nga jashtë pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e fundit për sa i përket dëshmisë, normal, dëshmia shehu dije që pra është fjala e tauhidit që ka dërguar Allahu gjithë dërguarit, s'ka të adhurojmë dhe përveç Allahut, por se thjesht sepse te kjo do shndrojmë te fjala e Sheikh Albanit. Diçka që ka lidhje me gjuhën këtu, thotë disa njerëz thonë ashhadu anna la ilaha illa Allah. Pra e bëjnë anna me shadda, thotë kjo është gabim nga për sa i përket gjuhës arabe, sepse nuk veprohet kështu këtu, ajo që duhet thonë është ashhadu an la ilaha illa Allah. An la ilaha illa Allah. Dhe jo ashhadu anna la ilaha illa Allah. Kjo është gabim nga ana gjuhësore. Kto ishin e fjalët e shehut për sa i përket pra tehijatit. Kurse për sa i përket Sheikh Albanit, Allahu më shëroft gjithë te libri bazë kur ka ardhur te ashhadu an la ilaha illa Allah, ka thonë disa fjalë pra shumë mëdha që ja vlen, janë dobishme që t'i lexojmë. Dhe do përpiqemi inshallah që të përmendim dhe disa fjalë të Sheikh Albanit tjera për sa i përket kuptimit të shahadetit. Kurse kushdo fjalë dietarësh tjerë ka ligjëratat që për kuptimin e fjalës la ilaha illallah. Këtu do përqendrohemi pra vetëm te fjalët e Sheikh Albanit, Allahu më shëroft. Normal, këto fjalë ose disa prej këtyre janë përmend dhe te ligjëratat e kuptimit të fjalës la ilaha illallah. Ngjoni çfarë thot Allahu më shëroft. Pra, ashhadu an la ilaha illallah la ma'budu bihaq fil wujudi illa Allah. Pra nuk ka të adhuruar me drejt në këtë ekzistencë përveç Allahut xhalla wala. E ka përmend Al-Qari dhe të tjerët. Është prej dietarëve Hanefi. Ky është kuptimi i shahadetit. Dhe pra, ky kuptimi i shahadetit e shpëton personin ditën kur do takojë Allahun xhalla wala. Kur ai punon sipas asaj që obligon kjo fjalë dhe nuk mjaftohet vetëm se duke thënë këtë fjalë. Pra jo vetëm duke thënë la ilaha illallah, pra pa e ditë kuptimin e saj dhe pa punuar sipas asaj që të obligon kjo fjalë. Shumë prej muslimanëve kanë humbur kur kanë kuptuar për kësaj fjale se do të thotë la rabba wa la khaliqa illa Allah. Pra kanë humbur kur thonë se s'ka zot, s'ka krijues përveç Allahut. Kanë humbur. Dhe ai që po thotë që kanë humbur, shifeni kush është duke thonë. Çdo gjë që do ngjoni janë fjalët e Sheikh Albanit. Dhe mos t'i mashtroj shejtani disa njerëz që çfarë ta luftojë të vërtetën duke janë vesh dikujt. Një nxënës i dihet vogël për shembull, këtë mund ta ketë thënë Emini ose të tjerë. Kjo është fjalë që thon dietarët, dhe bazohen në Kur'an, Sunet, rrugën e selefëve. Pra kur thon këtë fjalë. Dhe ta dish që nëse humb te kjo nuk është gjë e lehtë, është diçka e rëndë. Dhe do e mbyllim inshallah pra me një diskutim, dialog, Sheikh Albanit me njëri prej ikhwansave te vlera e kësaj fjale dhe se si ata justifikojnë pa problem tek ata te kuptimi i kësaj fjale. Qartë? Prandaj ngjoni fjalët. Mirë është to fjalë ti nënvizoni. Thotë kanë humbur shumë prej muslimanëve kur kanë kuptuar se kuptimi i fjalës la ilaha illallah është la rab, po ja përmend dhe arabisht. Se alhamdulillah po thuaj se gjithë ju ose shumë prej jush pra bëjnë dallim mes rab dhe ilah. Pra te shahadeti është ilah, nuk është rab. Ilah është i adhuruar, rab është zot. Pastaj me lidhjen mes të dyjave kemi thonë shumë si me tauhidi rububie dhe tauhidi uluhie, që tauhidi rububie çfarë? Obligon
tauhidin shtyn drejt tauhidit uluhie, kurse tauhidi uluhie e përmban tauhidi rububie. Rububia të shtyn të obligon uluhien, uluhia përmban rububien. I kemi sëru gjitha. Pra, kanë kuptuar se s'ka zot, për la ilaha illallah, nuk ka zot, nuk ka krijues përveç Allahu xhallahu ala. Dhe si pasojë e kësaj, shifë si vijnë gjërat njëra pas tjetër. Si pasojë e kësaj ngritën mbi këtë se nëse ti adhuron dikon tjetër përveç Allahut me një lloj prej llojeve të adhurimeve, siç është kërkimi ndihmës në vështirësi, ti bësh kurban dikujt tjetër përveç Allahut, e tjerë me radhë, ky person e ka akiden e saktë, e ka imanin e pastër. Megjithse realiteti i kësaj dëshmie është që ta veçosh Allahun xhallahu ala me këto adhurime. Çfarë do thotë ta veçosh? Pra që të gjitha adhurimet t'ja drejtosh vetëm Allahut, askujt tjetër. Qartë? Thot, pra ky është dallimi mes besimtarit, pra që është ka tauhid, dhe mes qafirit mushrik. Sepse mushrikët që ishte i dërguar tek ata, i dërguari sallallahu alaihi wasallam, e besonin këtu kuptim gabim si shahadeti. Pra besonin mushrikët që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është dërguar tek ata, besonin që Zoti është një. Pra gjë si thot ky kuptimi gabim të shahadetit, mushrikët e besonin. Qartë? Por se ata mjaftoheshin vetëm me këtë. Pra vetëm që Zoti është një. Nuk besonin se nuk ka të adhuruar me drejt në këtë ekzistencë përveç Allahu xhallahu ala. Pra, ata kishin tauhid nga një anë, pra tauhidin çfarë tauhidi kishin? Tauhidin rububie. Kishin tauhidin rububie nga një anë, ama kishin shirku nga ana tjetër. Ishin muahidun, pra kishin tauhid rububie, por se ishin qafirën tauhidin uluhie, e mohonin tauhidin uluhie. Pra nuk e veçonin Allahun me adhurim. Adhuronin edhe Allahun dhe tjerët. Tauhidi uluhie është që ta adhurosh vetëm Allahun, ta veçosh vetëm Allahun me adhurim. Qartë? Pra kishin rububien, por nuk kishin uluhien. Që të bëhet e qartë, tauhidi rububie është veçimi i Allahut me veprat e tij. Rububia është veçimi i Allahut me veprat e tij. Pra Allahu është i vetmi krijues, i vetmi furnizues, ai e ka jetën dhe vdekjen në dorë të robit, pra është i vetmi. Këtë mushrikët e besonin. Uluhia është veçimi i Allahut me adhurim ose veçimi i Allahut me veprat e robit. Pra këto adhurime ti t'ia drejtosh vetëm Allahut xhallahu ala. Prandaj thot, ata ishin muahidun tauhid rububie, e pohonin tauhid rububie, ishin kafirun, pra mohonin tauhidin uluhie. Kjo thot është ajo që tregon Kurani fisnik me argumentet e qarta. Pra, se besimi i tyre në tauhidin rububie, se Allahu është i veçuar në krijim, furnizim për menda jetër. Nëse i pyet ata se kush i krijoi ata, do thonë, ngjojeni, nëse i pyet ata ku ka ata, mushrikët. Nëse i pyet ata kush i krijoi, ata do thonë Allahu xhallahu ala. Në jetë tjetër, nëse i pyet ata se kush i krijoi qiellin dhe tokën, ata do thonë khalaqahunna al-azizul alim. I krijoi ai që është aziz dhe alim, që është Allahu xhallahu ala. Gjithashtu, pra thuaj, e kujt është toka? Gjithçka që kanë të, nëse jeni që e dini, do thonë e Allahut. Thuaj, a nuk po përkujtoni? Kush është Zoti i 7 qiejve dhe Zoti i Arshit madh? Vjeti kush e thot, ku ta gjejmë besimin e kurejshve, e mushrikëve kurejsh me Arshin? Ja ku e ke, ajet Kurani. Nëse i pyet, shife, thuaj, kush është Zoti i 7 qiejve dhe Zoti i Arshit madh? Do thonë Allahu. Pra kurejshet e dini që Zoti i Arshit madh kush është? Është Allahu. Qartë? Pra, gjitha janë pyetje, thuaj, po i përsëris, janë ajetet e surës Mu'minun. Thuaj, e kujt është toka dhe gjithçka kanë të nëse jeni që e dini? Përgjigjja si është? Do thonë Allahu. Mirë, kundra përgjigjja, kul afala tadhakkarun? Thuaj, nuk po përkujtoni kur e gjithë toka çka kanë të është Allahu, si shkoni adhuroni Latin, Uzza, Menati? Pyetje tjetër. Thuaj, kush është Zoti i 7 qiejve dhe Zoti i Arshit madh? Zoti i 7 qiejve dhe Zoti i Arshit madh? Thot, do thonë Allahu xhallahu ala, kul afala tattaqun? Thuaj, a nuk po ruani, po largoheni nga shirku? Pra thoni Zoti i 7 qiejve është Allahu, Zoti i Arshit madh është Allahu, dhe shkoni adhuroni krijesat e Allahut? Afala tattaqun? A nuk po ruani, nuk po frikë se takua çka kemi thënë? Është rujtje, devotshmëri, pra të largohesh nga shirku.
Kul men bjedihi melekutu kulli shay, thuaj në dorën e kujt është sundimi i gjithçkaje. Jo, por ne po, kjo për besimtarët është e qartë, po kjo këtu po pyeten kush? Mushrikët. Pse? Se ideja e shumë muslimanëve është që mushrikët nuk besonin Zot. Sepse kështu i thot ai hoxha, për shembull, ose dikush prej hoxhallarëve, ato mushrikët ishin nuk e njihshin Zotin. Momenti që e njohën Zotin, imagjino si do i krijohet përshtypja xhamatit. Ndërkohë që ngjojnë këto ajete, ngjojnë se shifeni çfarë pyetjesh janë. Kul men biyadihi malakutu kulli shay, thuaj në dorën e kujt është sundimi i gjithçkaje. Wa huwa yujiru wa la yujaru alayh. Çfarë do thotë kjo? Se pyeten dietarët për këtë. Wa huwa yujiru wa la yujaru alayh. Pra, nëse dikush ka frikë, ruhet nga diçka, Allahu është ai që e strehon dhe e mbron. Ama nëse Allahu xhallahu ala do që dy të bie keqa, ka kush strehon dhe të mbron? Askush. Pra Allahu nëse ti ruhesh nga diçka e keqe, kërkon strehim dhe mbrojtje, do i gjesh te kush? Te Allahu. Ama nëse Allahu do që ti ndodhi e keqa, s'ke ku gjen mbrojtje dhe strehim. I pyet mushrikët për këtë se kush është ai që e ka këtë cilësi? Çfarë? Wa huwa yujiru wa la yujaru alayh in kuntum ta'lamun. Nëse jeni që e dini, çfarë do të përgjigja? Se yaquluna lillah. Do thon Allahu xhallahu ala. Fa anna tusharun. Thuaj si po largoheni nga gjithë kjo, si po largoheni nga veçimi i Allahut madhurim. Qartë. Janë ajete Kur'an, o vëllezër. Pra dietar kur vinë dhe thon këtë fjalë, bazohen te këto ajete. Disa shehu nuk po i përmend gjitha, ka ajete të tjera. Prandaj thot në ajet tjetër, kul me yarzuqukum minas samai wal ard, te sura Yunus tani. Thuaj kush u furnizon nga qielli dhe toka? Kush zotron gjimin dhe shikimet tuaja? Kush nxjerr gjallin nga i vdekurit, vdekurin nga i gjalli? Kush e drejton këtë çështje? Do thon Allahu xhallahu. E njëjta gjë si u tha sipër, fakul afala tattaqun? Thuaj, a nuk po ruheni largoheni nga shirku? A nuk po e veçoni Allahun me adhurim? Përderisa besoni që ai është ju furnizon nga qielli dhe nga toka. Ai ka sundim dhe zotrim gjim shikimin tuaj. Të nxjerr gjallën nga i vdekur nga i gjallë. Besimtari nga qafiri, qafiri nga besimtari. Prindi qafir del fëmia besimtar. Prindi besimtar del fëmia qafir. Një nga kuptimet. Dhe kush e drejton çështjen? Do thon Allahu. Atëherë si boni shirk? Si adhuroni dikon tjetër veç Allahut? Si drejtoni adhurimet tuaja dikujt tjetër veç Allahut? Si nuk e veçoni ata me adhurim, siç e veçoni me rububie. E kuptoni domin e shirkut sa i rëndë shirku? Prandaj ke persona para se të vinte shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka pas disa persona që kanë qenë tauhid. Dhe nga, si më thon, habiteshin me mushrikët Quraysh. Qa i thonte? I thonte, o ju njerëz, kush e u zbret shiu? Allahu xhallahu ala. Nga ky shi që zbret, qa bin barin, bin bimët. Këtë bare, këtë bimë, han kafshët, baktit, delja të më radhë. Pra, nga shiu që zbriti Allahu, nga kjo tokë që Allahu bëjë që të bin këto bimë, vjen këtë to kafsh, i ka kriju Allahu për ja u ka nështru ju. Si më mbas gjitha e këtyre e merrni këtë dele dhe ja drejtoni kurbanin dikujt tjetër përveç Allahut. Çdo gjë është prej Allahut, ju e merrni krijesë dhe ja drejtoni dikujt tjetër përveç Allahut që është krijesë si puna juaj. Para se të vinte shpallja pejgamberit sa me këtë fjalë. Pra shifë shirku vëllezër e mi. Prandaj thotë shehu kurse, mirë, gjitha këto ishin ajetet që ata pohojnë rububie. Mirë, po ajetet që ata mohojnë uluhien. Se lind pyetja, ajetet që mohojnë uluhien, dhe ti vjen këto ajetet që ata mohonin uluhie, ti vjen përmend rububien, tu e shef se çaje duke bë. Pra ajetet që janë që ata mohojnë uluhie, ti përmend Zotin dhe Zotat të këto ajetet e uluhies, do thot ti, shive, e ke kuptu ti se ça pohonin, ça mohonin, ça i ftonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ata? Ngjoj si thot, kurse mohimi tyre i tauhidit uluhie, që është qëllimi me shahadetin. Pra, qëllimi me shahadetin është tauhidi uluhie. Kush është? Thot ata ishin, ajeti surës Safat, se s'ka përmend ajetet shehu, surën dhe ajetet. Thjesht ka përmend vetëm ajetet. Kush është sura Safat? Ata ishin që kur i thuaj atyre la ilaha illallah, yastakbirun, ishin me ndjenjë.
Dhe, ngjojeni, kur ai ftonte që të besoni këtë shahadet, ata thonin e xhalal alihata ilahan wahida, gjithë ata adhuruar i bëjnë një të adhuruar të vetëm. Pra ky ajet i vëllezërit e mi është që ata mohonin uluhien, jo rububien. Moment që ti vjen dhe thu, ai bërë gjithë zoti zot vetë. E ke kuptuar ti çfarë shahadeti, kush janë ajetet e shahadetit, çfarë përmendi dietar, tu e shef Belan ku ka ra personi. Pra ky ajet është konteksti që ata mohonin uluhien. Pra ata nuk mohonin që Zoti është një. Ata mohonin që i adhuruari është një. Pra ata thonë e duke se habi që ne duhet të adhurojmë vetëm dikën. Adhurimet tona duhet të drejtojmë vetëm dikujt. Jo, ata thoni që adhurimi çfarë është i përhapur. Edhe Allah dhe për tjerë, edhe për Latin, dhe për Uzan, te krishterët, dhe për Isain, dhe për Merjemen, edhe për shpirtin e shenjtë, edhe për shenjtorët e tjetër me radhë. Ndërkohë që la ilaha illallah është që çfarë? Adhurimin e meriton vetëm Allahun. Gjithë adhurimet duhet ta drejtosh vetëm Allahut. Shirku është adhuron Allahun, adhuron dhe të tjerët. Ky është kuptimi i la ilaha illallah. Për gjithë adhurimet duhet t'ia drejtosh, t'ia dedikosh, t'ia kushtosh vetëm Allahut. Prandaj u habitët. Pra që të kuptoni pse u habitën ata. Nëse la ilaha illallah do thoshte s'ka zot tjetër veç Allahut, do habiteshin ata? Jo, s'do habiteshin, ata e pohonin. Pa shihni fundin e ajetit, kjo është për të çudit. Si është për të çudit që Zoti është një, nga kjo u çuditën ata. Ata u çuditën nga çfarë? Që adhuruari duhet të jetë një, vetëm ai meriton të adhurohet. Pra kuptoni o vëllezër mi, që të kuptoni Belan ku kanë disa njerëz. Pra nga sa u ditën ata dhe i herë, u çuditën se çfarë? Se Zoti është një apo adhuruari duhet të jetë një? Se adhuruari duhet të jetë një. Qartë. Prandaj kur ai ftonte tek imani, te besimi te ky shahadet, ata thonin ai bëri gjithë ata adhuruar një të adhuruar vetëm, kjo është për tu habit, sura Sad, pra ajeti 5. Prandaj kështu kanë qenë dhe mushrikët e mëparshëm, e mohonin tauhidin uluhia. Te ky tauhid i thrisin ata pejgamberët e tyre, siç ka thënë Allahu xhallahu ala, wa ila adin akhahum huda. Tek Adi kemi dërguar vllajën e tyre Hudin. Kemi thënë vllai i tyre këtu çfarë është? Vllai i tyre nga fisi i tyre. Pra nuk është ky argument që të vish ti thush vëllezrit tan krishterë, vëllezrit tan jehudë çifut. Jo. Besimtari vllazërinë ka të kufizuar për çfarë? Vetëm mesin e muslimanëve. Innamal mu'minuna ikhwa. Me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Kjo innama këtu është kufizuese, pra ti vllazërinë ke vetëm për besimtarët, për muslimanët. Po me ata sillesh mirë, aty më radh, po vëllezër nuk i ke. Vetëm po i patë vlla nga nona nga baba. Qartë, el muslimu, ky është ajet. Pejgamberi sa thot, el muslimu akhul muslim. Muslimani është vllai muslimanit. Qartë? Pra këtu tek kur thon te vllai i tyre Hudi, pra vllai i tyre nga ana e fisit. Thot, tek Adi kemi dërguar vllajën e tyre Hudi, ai tha, o popullim, veçoni Allahun me adhurim, s'ka të adhuruar me drejt tjetër përveç tij. E falatët të kun, a nuk po friksojni, nuk po jeni devotshëm, nuk po e leni shirkun, nuk po e braktisni shirkun. Tek Themudi dërguan vllajën e tyre Salih, nga ajetet e surës Araf. I tha, o popullim, veçoni Allahun me adhurim, s'keni të adhuruar tjetër përveç tij. Tek Salih i thon, o Salih, ne shpresonim tek ti, apo na ndalon që ne të adhurojmë atë që adhuronin baballarët tanë, o Salih, apo na pengon që ne të adhurojmë atë që adhuronin baballarët tanë. Pra e kuptuan që la ilaha illallah nuk do adhurosh më të adhuruar te baballarëve, adhurimin do e kesh vetëm për Allahun. Si u përgjigj kur i tha pejgamberi sa Xhais vetë Abu Talib thuj la ilaha illallah, ç'i tha Abu Xehli? Aty në prak vdekjes, su e shifni shoqëria keqe, që shoqëria keqe dhe kur je duke vdek s'le rahat. Prandaj gjithë secili të ketë kujdes me ata që shoqërohen, sepse po që njerëz shin do të pengojnë nga hajri, ndoshta edhe në momentet e fundit të jetës kur ti do vdesësh. Shifeni, Abu Talib, shoqëria e keqe, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte thoni la ilaha illallah, thuaj la ilaha illallah. Fjalë që unë të argumentoj me këtë fjalë për ty tek Allahu. Çai tha Abu Xehli me tjetrin? Apo le fen Abdul Muttalibit? Pra kupton që la ilaha illallah bindesh me fenë Abdul Muttalibit. Feja Abdul Muttalibit ishte të adhuroshe tjerë me Allahun. Kurse feja tauhidit, feja pejgamberëve është ta veçosh Allahun me adhurim, adhurimet t'ia drejtosh vetëm Allahut. Prandaj shifeni te Sali këtu thot, apo na ndalon ne që të adhurojmë atë që adhuronin baballarët tan, ne jemi në dyshim për këtë që tini e duke na ftuar.
Dhe përmend ajetin tjetër, thot pash Allahun me siguri kemi dërguar çdo popull dërguar që t'i thoni atyre veçoni Allahun me adhurim dhe braktisni adhurimin dikujt tjetër përveç Allahut xhallahu ala. Pra të gjithë popujt janë dërguar, pra nuk e ka dërguar Allahu dërguar vetë se t'i kërkojnë atyre veçimin e adhurimit vetëm për Allahun xhallahu ala. Pra, ne siç tham, thot që ata e pohonin rububien nga fitra e tyre dhe pra nuk kanë ardhur ajetet në përgjithësi për tauhidin rububie vetë se forma e pyetjes retorike. Pyetje retorike, pra pyetje që përgjigja është brenda. Prandaj thot për shembull, e fillahi shak, a ka dyshim tek Allahu që është krijuesi i qiellit dhe i tokës? Pyetje retorike. Normal që s'ka dyshim. Si rububien e tij, si në uluhinë e tij. Pra rububia që ai Zoti vetëm, uluhia që vetëm ai meriton ta adhurohet. Ose e femen yakhluqu kama la yakhluq, a shqisoj ai që krijon me atë që nuk krijon? Pyetje retorike. Pra si shqisoj krijuesi me atë që s'krijon, që është krijesë? Si ti të shon shejtani që ta adhurosh krijesën dhe çfarë të lesh krijuesin apo ti bësh shok në adhurim? Pra e femen yakhluqu kama la yakhluq, a shqisoj ai që krijon me atë që s'krijon? Pra adhurimin e meriton ai që krijon, krijuesi xhallahu ala, Allah. Hal min khaliqin ghayru Allah, a ka krijues tjetër përveç Allahut? Normal që nuk, pyetje retorike, pra përgjigjja është padyshim që nuk ka. Prandaj thot, nga kjo që ne tham, ti kupton se mushrikët nuk i morën idhujt e tyre, ata që adhuronin përveç Allahut, ortak në rububie. Nuk besonin se ata janë ortak të Allahut në krijim, furnizim, ngjallje, vdekje, pra dhënie jete, vdekje. Jo. Ata kanë mohuar këtë gjë nga vetja e tyre, por se i morën ortak me Allahut apo shok me Allahun xhallahu ala në adhurim, në uluhie. Jo në rububie. Pra, jo zota, po të adhuruar. Prandaj thot, ata që adhuron, që morën përveç Allahut tjerë, pra duke i adhuruar, miq duke i adhuruar ata, thonin ne nuk i adhurojmë ata vetë se për na afruar tek Allahu afër. Pra, ata e pohonin këtë gjë, por se i adhuronin idhujt e tyre si rrugë për t'i afruar tek Allahu xhallahu ala. Pastaj tregon telbien e mushrikëve. Shehu e përmend shpesh, do ngjoj edhe disa që i kam marrë nga audiot e shehut, do ta shihni që e përmend shpesh këtë gjë, argumentohet me këtë. Ngjoni thot, pra Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma thot se mushrikët thonin lebeke la sharike lek. T'jam përgjigjo Allah, t'jam përgjigjo ti që s'ke ortak ose s'ke shok, t'jam përgjigj. Momenti që thonin kështu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë wejlekum qad mirë për ju, kaq ndaloni. Mos stoni diçka tjetër. Ç'a thonin ata? Pra këtu te lebek Allahu me lebek la sharike lek, ngjojni illa sharikan tamliku huwa ma malak. Përveç një ortaku, ti nuk ke ortak përveç një ortaku. Që ti e sundon atë dhe çfarë posedon ai. Ose ti e sundon atë dhe ai nuk sundon gjë. Kuptime që ka thënë dietarët të thotë. Pra e thonin këtë gjë duke bërë tawaf. Pra kuptimi se mushrikët adhuronin idhujt e tyre, ata që adhuronin përveç Allahut xhallahu ala, që i drejtonin aty një lloj për llojeve të adhurimeve, i drejtonin adhurime atyre, si kërkimi ndihmës, si zotimi, kurbani e tjera me radhë. Pra kjo tregon që ata i përuleshin, i nënshtroheshin atyre. Ata nuk e bonin këtë gjë vetë se besonin që ata i afrojnë tek Allahu xhallahu ala dhe ndërmjetësojnë për ta tek Allahu xhallahu ala. I dërgoi Allahu dërguarit që t'i urdhëronin që ta lënë adhurimin e dikujt tjetër përveç Allahut xhallahu ala, dhe se ky besim i tyre për ata të adhuruarit e tjerë shikot, afrimi tek ata shikot, dhe se këtë nuk e meriton vetë se Allahu xhallahu ala, pra dhe ky është tauhidi i adhurimit. Vazhdon shehu Allahu më shërof duke thënë, mushrikët ishin pra që dikush prej tyre adhuronte me lajket. I luteshin atyre, pra i thrisin ata gjatë ose kur ishin në vështirësi. Kishte prej tyre që adhuronin idhujt e disa njerëzve të mirë ose statujat e disa njerëzve të mirë. I thristin dhe i luteshin atyre në vështirësi. Kjo që po thotë shehu këtu është përmend te 4 rregullat. Rregulli i tretë, pra që mushrikët ishin të ndryshëm në adhurimet e tyre.
Pra dikush adhuronte me lajket, dikush njerëzit e mirë, dikush diellin hanën. Por se pejgamberi sa çfarë, dikur gurët dhe pemët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk bëri dallim mes tyre, i luftoi të gjithë dhe i konsideroi të gjithë mushrik. Pra si adhurove idhuj, si adhurove njerëz të mirë, etj me radhë ti një gjykim ke, je mushrik. Kjo për të larguar atë iden dhe dyshimin se shirku është vetëm po adhurove idhujt. Po adhurove njerëz të mirë nuk është shirk. Jo, si adhurove idhuj, si adhurove njerëz të mirë, etj me radhë ti ke bo shirk. Gjithashtu te termi idhujtar, do të pas kujdes. Pra që mos kuptosh kur thu idhujtar, pra vetëm ato që adhurojnë idhujt, ata që adhurojnë njerëzit e mirë, ndërkohë që të gjithë janë mushrik. Qartë, prandaj thotë, shehu përmend këtu me lajket, përmend njerëzit e mirë, Allahu i dërgoi atyre Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që t'i ftonte ata tek Allahu xhallahu ala që ta adhurojnë një vetëm, ta veçojnë atë me adhurim, ashtu siç e veçonin atë me rububie. Pra si thonin që është një Zot i vetëm, ashtu ta veçojnë dhe me adhurim. Gjoni edhe herë. E dërgoi Allahu tek ata Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që t'i ftonte, pra çfarë? T'i ftonte tek Allahu një i vetëm dhe yufriduhu bil ibada. Ta veçojnë me adhurim. Po ta shihni është termi që ose për kufizimin që ka përmend shehu i tauhidit e kushte tri baza. Te tri baza çfarë thotë shehu? Që Muhamedul Wahhab Allahu mëshiroft, gjëja më e madhe që ka urdhëruar Allahu është tauhidi. Çfarë është tauhidi? Ifradullahi bil ibada. Veçimi i Allahut me adhurim. Pra, t'i ftonte tek Allahu një vetëm që ta veçonin me adhurim, ashtu siç e kishin veçuar me rububie. Pra që është i vetmi Zot, i vetmi krijues të jam radh. Thot, dhe se mos i luten vetë Allahut, mos adhurojnë vetë Allahun xhalla wala. Pastaj përmend ajetet, ata që adhurojnë përveç Allahut, i luten përveç tij, ata nuk i përgjigjen. Gjithashtu ka urdhëruar robët e tij duke shifeni, pra iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Çfarë do thotë iyyaka na'budu? Në khussuke bil ibada. Pra të veçojmë ty me adhurim, vetëm ty të adhurojmë, as këm tjetër. Shi vetëm të që dim gjithë. Iyyaka na'budu. Çfarë do thotë iyyaka na'budu? Vetëm ty të adhurojmë o Allah. Të veçojmë ty me adhurim, siç kanë përmendur disa dietar. Në khussuke thon, në khussuke. Khas, do të thonë, adhurimi është i veçantë vetëm për Allahun, për askën tjetër. Po sa jetë ka kështu? Sa jetë ka kështu? Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn inma huwa ilahun wahid. Ka thënë Allahu mos merrni dy ilahen, jo dy të adhuruar. Pra të adhuroni Allahun, të adhuroni dhe dikën tjetër. Të adhuroni Allahun, të adhuroni dhe Isain. Të adhuroni Allahun, të adhuroni dhe Aliun. Të adhuroni Allahun, të adhuroni dhe Muhamedin. Inma huwa ilahun wahid. Ai është një adhuruar i vetëm ai meriton të adhurohet. Shifeni, këtu e keni, mos merrni dy të adhuruar. Shifeni te wala taqulu thalatha, mos thoni tre, pra ata që duhet të adhuruar janë tre, siç e kanë kush? Nësara, pra atyre thot mos thoni tre. Që i quajnë Ati, Biri, Shpirti i Shenjtë. Intahu khayran lakum, ndaloni, kjo është më e mira për ju. Innamallahu ilahun wahid. Allahu është ilah wahid. Pra një adhuruar i vetëm ai meriton të adhurohet. Ai duhet veçuar me adhurim. Pra këtu është innamallahu ilahun wahid. Atje innama huwa ilahun wahid. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Te sura Maide kanë bërë kufër ata që thanë Allahu është njëri prej të treve. Me të vërtet ai është vetëm ilahun wahid, vetëm një adhuruar, pra vetëm ai meriton të adhurohet. Fala tad'u ma Allahi ilahan akhar, thotë sura Shuara, fala tad'u ma Allahi ilahan akhar. Pse? Mos adhuro me Allahu një ilah tjetër, një të adhuruar tjetër. Pse? Po e bën këtë? Fatakuna min al-mu'adhdhabin, do jesh për aty që do dënohen. Do dënohen zjarr xhehenemit, mos adhuro me Allahun dikën tjetër, mos i shoqëro Allahun adhurim dikën tjetër. Në fundin e surës Qasas thot wala tadu, këtu te Shuara fala tadu ma Allah ilah. Ka thënë, pra mos adhuro me Allahun një ilah tjetër, të adhuruar tjetër. Kurse te Qasas është me waw, wala tadu ma Allah ilahan akhar. Mos adhuro me Allahun një të adhuruar tjetër, çfarë? La ilaha illahu. S'ka të adhuruar me drejt përveç tij. E sa jetë ka kështu? E sa jetë ka kështu? Pra që ti ftohesh që i adhuruar është
i vetëm ai meritohet të adhurohet, që është Allahu Zoti i botrave. Prandaj, kur përmend iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, thot, nuk vërtetohet thon si kësaj i shahadetit, vetë se kur e veçon Allahun me adhurim, dhe se përndryshe është gënjeshtar. Prandaj kuptimi është ose ke ajetit ose i shahadetit. Allahu alem për kë ka fjalë shekut, thot gjojni, shife se kuptimi është nahussuka. Pra kemi ifrad, fjalët që përdorin dietar, kemi ifrad, pra që Allahu e ke veçu Allahun, kemi gjithashtu qartës në arabisht nahussuka, khas. Pra nahussuka do thotë që adhurimi është khas, është i veçantë vetëm për Allahun, e veçojmë Allahun me adhurim. Nuk merr pjesë, nuk i takon dikujt tjetër marrë pjesë të adhurimit. Pra nahussuka bil ibada, të veçojmë Allahun me adhurim, nufriduka biha, pra të veçojmë të, vetëm ty të adhurojmë. Shifni fjalët? Fe iyaja fa'budun wa iyaja fattaqun, pra vetëm mu madhuroni, vetëm për meje friksoni dhe jeni të devotshëm. Dhe tregon nga ana kuptimi. Pastaj thot, veçimi i Allahut me tauhidin e adhurimit nuk plotësohet vetë se e gjithë duaja dhe lutja të jetë për të. Të thrasësh dhe ti lutesh atij kur jenë vështirësi dhe kur jenë mirësi. E gjitha kjo mos jetë vetë se për Allahun xhallahu ala, ti kërkosh ndihmë atij. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm të ty kërkojmë ndihmë. Si i thot Ibn Abbasit, idha sta'anta fasta'in billah, kur të kërkosh ndihmë kërkoj Allahut. Pra kërkimi ndihmës mos jetë vetë se për Allahut një vetëm, ti mbështetesh dhe të kërkosh strehim tek ai, zotimi, kurbani dhe gjitha llojet adhurimeve, pra ti nështrohesh, ti përulesh dhe ti bësh për Allahun xhallahu ala, rukuja, sejdja, tawafi. Pra ti heqësh rrobat apo ta qethësh kokën, pra për dikën tjetër përveç Allahut, siç kemi thonë për budista apo të tjerë që kanë ato qethet e kokës formë adhurimi. Ti për kë qeth kokën? E ruan ose i shkurton mbas umrës, mbas haxhit, është adhurim, pra është prej obligimeve. Është prej obligimeve të haxhit edhe dhe të umrës, qethja e kokës, pra ti këtë gjë e bën vetëm për Allahun, nuk e bën për dikën tjetër. Thot gjitha këto ti i kufizon vetëm për Allahun xhallahu ala, për askën tjetër. Thot kush i bën gjitha këto për një krijesë, qoftë gjallë kjo krijesë, qoftë vdekur, qoftë diçka e ngurt ose jo, ky është shirk në adhurim në uluhije. Dhe çfarë ka ardhur ndalimi për këtë? Ngjojeni shifja ajetën, se ky është nga ajetet që më merrin mend, por se alhamdulillah ka përmend shehu këtu. Pra është ky ajet, si ky, pra fillimin deri diku e kanë njësoj, si ajeti i fundit i surës Kehf, si një ajet e surja Fussilet. Shifeni si është, kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Thuaj, un jam njeri si ju. Kush thot kështu? Pejgamberi sa, jam njeri si puna juaj. Atëherë, pejgamberi sa nuk meriton adhurimin. Jam njeri si ju. Por se ku është veçoria e tij? Yuha ilayya, mu shpallet. Pra është i dërguar pejgamberi i Allahut. Ngjojeni, çfarë shpallet? Që ilahukum ilahun wahid. I adhuruar juaj është vetëm një vetëm, pra vetëm ai meriton të adhurohet, vetëm ai ka drejt të adhurohet. Shihni po të ktheheni te sura Bekara, thot Allahu xhallahu ala, wa ilahukum ilahun wahid. Ilahu juaj, i adhuruar juaj është një vetëm, vetëm ai meriton dhe vetëm ai ka drejt të adhurohet. Është shumë ajete të vështimi. Pra këtu kuptoni rëndësinë e tauhidit, që sa dietari ka shtyr që thoni gjithë Kurani është për tauhid. Kush preson takimin e Zotit ti, atëherë të bëj vepra të mira dhe mos e shoqëroj në adhurimin e Zotit ti askënd. Pra, atij që i drejtohen këto vepra quhet ilah. Por se kemi të adhuruar me drejt dhe të adhuruar me të kot. Ai që është adhuruar me drejt, ai që ka drejt adhurimin, ai që e meriton adhurimin është vetëm Allah. Që do të thotë që adhurimi çdo kujt tjetër përveç Allahut është çfarë? Është i kot. Prandaj nëse ne pyetemi, ka të adhuruar përveç Allahut? Ka të adhuruar përveç Allahut. Por se janë shumë, por se adhurimi i tyre është i kot. Pra el ma'bud bi haq, i adhuruari me hak është vetëm Allahu xhallahu ala. Kurse çdo kusht tjetër përveç Allahut është ma'bud bil batil, është i adhuruar me të kot, nuk meriton të adhurohet. Kush thot për këtë? Kush ka folur për këtë? Allahu në Kur'an. Si ta jeti surës Hajj, si ta jeti surës Luqman. Dhalika bi anna Allaha huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Kurse te sura Luqman thot wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Kjo se Allahu është hak,
Pra adhurimi ti është i drejtë, i vërtetë, dhe çdo gjë që adhurojnë përveç ti është batil, është i kot. Adhurimi i tyre është i kot. Kushdo qoftë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Prandaj ju kam thonë edhe herë tjera, kjo shpifja, po ti shihni ca krishterë kanë tendencë, nësara kanë tendencë që t'i akuzojnë muslimanët që ju adhuroni Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo është shpifje. Moment që ti i thu mos adhuroni Isajin, mos adhuroni Meriamin, ato dhe ju adhuroni Muhamedit, atëherë kjo është sallallahu alajhi wasallam, kjo është shpifje, është gënjeshtër. Muslimanët nuk adhurojnë Muhamedit, muslimanët adhurojnë Zotin e Muhamedit dhe Zotin e gjithë krijesave që është Allahu xhalla wala. Pa shifeni si mundohen të hedhin dyshime edhe me sajesa me shpifje që ti largojnë njerëzin nga Islami. Pra, ti adhuroj Isajin, çfarë do ti të adhurosh Muhamedit? Adhuroj Isajin këtu. Ndërkohë që muslimanët veçojnë Allahun me adhurim, ai që adhuron Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për muslimanët ç'është? Ka bërë shirk, është mushrik. Pra, ai që i drejtohen këto gjëra, ai është ilah. Pra është i adhuruar, pra ai dikush i adhuron, qoftë ky melek, qoftë pejgamber, megjithse pra njerëzit e mirë, pejgamberët, melekët, gjithë çfarë janë të jashtë distancuar. Pra ne dietar ku më thonë te përkufizimi i tagutit, është çdo kush që adhurohet përveç Allahut dhe është i kënaqur. Sepse ka shumë pejgamber njerëz që adhurojnë, por nuk janë të kënaqur. Ama për këtë person ky është ilah. I drejton adhurimet, që është i adhuruar i këtij personi ose këtij grupi njerëzish. Ama ai është distancuar. Si në këtë botë ka paralajmëru, si në botën tjetër. Prandaj, si do i thotë Allahu xhallahu ala Isait, ati i the njerëzve që merrni mua dhe nënën time të adhuruar përveç Allahut, si thotë Isai, subhanak, larg çdo të mendë dhe mangësie. Dhe çfarë e meta mangësia nga më të mëdha ose më e madhe që ata i veshin Allahut është që i bëjnë atij shok në adhurim, i bëjnë atij fëmijë të tjerë. Çfarë thot më poshtë? Ma qultu lahum. Nuk i kam thënë subhanallahu, po shihsha dikënd një femër që ishte pranuar Islamin dhe po qante kur po lexonte këtë ajetin. Thoshte Allahu ka thënë atij the njerëzve që merrni mua dhe nënën time të adhuruar përveç Allahut, ajo qante më të madhe dhe thonte jo, ai s'ka thënë, ne kemi thënë. Isai s'ka thënë, ne jemi ata që kemi thënë, po flet në emër të krishterëve, alhamdulillah, ajo po thotë ishte ne jemi ata që ai nuk na tha. Pra shive subhanallahu, vjen Isai alayhi salatu wasalam, edhe sot e kësaj dite, edhe sot me ngjojeni vëllezërit që ta keni parasysh të, megjithëse e kanë deformuar librin e tyre, e kanë shtrembluar librin e tyre, kur pyeten, a kanë librin tuaj deformuar, shtrembluar, një vend ku Isai ka thënë, un jam Allahu, hajde mua të adhuroni, nuk ka edhe sot e kësaj dite. Pra shpyt, për shumë i pari i ortodoksëve kopt në Egjipt i ka thënë, a ka një tekst kështu që çfarë që thuhet kështu që unë shive pyetja, unë jam Allahu ose hajde dhe më adhuroni, thotë jo. Pastaj e justifikon se po ta thonte këtë do ta gurzon, muhabete justifikime të tjera, ama e pohon që nuk ka. Imagjino çfarë shtrembrime, s'ka bo ai vetë, nuk është fjala ime, fjala e tij. E kupton vëllezërit e mi, prandaj ajo thonte, alhamdulillah Allahu e uzoi atë motrën, thoshte ne nuk kemi thënë kur lexonte ajetin, atij i the, jo thotë ai s'ka thënë, ne kemi thënë. Prandaj Isa alayhi salatu wasalam çfarë thot? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. O Allahu nuk i kam thënë, Allahu di gjithçka, por se kjo është për të poshtruar, për të nënçmuar, për shive çka keni bë. Nuk i kam thënë unë atyre vetë se atë që ti më ke urdhëruar Allah. Që adhuroni Allahun, veçoni Allahun me adhurim, që është Zoti im dhe Zoti ju. Çfarë vëllezërit e mi? Pra, do të distancohen, ju thash, do pejgamberët distancohen nga kur ata adhurohen përveç apo me Allahun xhallahu ala. Pra, thot, momenti që ti drejton këto adhurime, qoftë melek, qoftë pejgamber, qoftë wali, qoftë varr, pra është i adhuruar për këtë person, ai i adhuron këtë person dhe çfarë me këtë adhurim apo me çdo lloj prej adhurimeve konsiderohet robi i atij apo e asaj krijese. Thot, dhe nëse pohon, pra konsiderohet rob, pra ka bërë shirk, edhe nëse pohon, pra e pohon Allahun xhallahu ala që Allahu xhallahu ala çfarë është, pra është Zoti, është krijuesi, edhe nëse çfarë e bën këtë gjë, kjo gjë nuk i vlen përderisa ai bë shok Allahu xhallahu ala. Sepse mushrikët e pohonin, pra e pohonin rububien dhe pra kjo gjë nuk i nxorri ata nga shirku. Pra në moment që them pohonin rububie, kjo gjë
nuk i vleti. Mos kuptojmë se për kur thot shehu këtu që pohonin tauhid rububie, ne i cilësojmë ata që ata kanë tauhid me kuptimin që i vlet, jo. Kjo gjë nuk i vleti atyre, pse? Se nuk pohon tauhidin uluhie. Pra, kjo gjë thot çfarë nuk i nxorri ata nga shirku. Ka thënë Allahu xhallahu ala në hadith kutsi, un jam ai që nuk ja kam nevojë. Pra, nuk kam nevojë për ortak, nuk kam nevojë për shoqëri, pra, do shoqëroj dikush pra në adhurim, kush vepron një vepër dhe në këtë vepër ai më shoqëron dikën tjetër, unë e braktis atë dhe shirkun e tij. Prandaj, kush kupton, kush mëson çfarë u tha, pra mes tauhidit rububie dhe tauhidit uluhie, bashkon mes tyre të dyja, e beson dhe punon, ky është ai që ka realizuar kuptimin e la ilaha illallah. Pra kush mëson gjithçka që u tha. Pra dallon mes rububies dhe uluhies. Dhe i pohon të dyja, si rububien, si uluhien. Ky person thot ka realizuar kuptimin e la ilaha illallah, ky person thot ka shpërblimin e atij që e thot të fjalë dhe do t'i bëj dobi një ditë, siç ka ardhur hadithet saktë. Pra do ja shofi dobin kësaj fjale një ditë. Pra ky është ai që i vlen kjo fjalë. Kjo është thot një studim i madh, për këtë janë shkruar libra të ndryshme dhe si për rëndësinë e tij, si për rrezikun e tij, kush do të zgjerohet, kthehet te libri të Thirul Itiqad Imam Sanaanit, shumica e kësaj që tham ne është nga dietarët e Yemenit, pra nga dietarët e mëdhenj Allahu më shoftë Yemenit, shumica e kësaj që përmendëm është marrë për këtij libri, kthehet te Tajridut Tauhidi me Krizit, te Hujjatullah al-Baligha, pra të Dehlawit dhe te librat e dy shejkhave të Islamit, Ibn Taymija dhe Ibn Qayyim. Pra shifën ngjoni këto që thash unë i kam marrë nga këta dietar. Pra nga shifët dietarët marrin përfitojnë njëri nga tjetri. Pra këta dietar në këtë rrugë. Ta lexojmë edhe një fjalë tjetër dhe mbyllim për sot, vazhdojmë fjalët e tjera herës tjetër. Te libri i Tahdhiru Sajid thot Allahu më shëroft, duke hedhur poshtë një dyshim, thot ky pretendim më shikot nga disa anë. E para thot se është ngritur me një bazë të kotë. Kush është kjo baza kotë që është ngritur ky pretendim, është duke kritikuar dikën, porse do lexoj diçka që ka lidhje me temën tonë. Është besimi se pra Allahu xhallahu ala është një vetëm krijim dhe në krijimin e gjërave është i mjaftueshëm që të realizohet imani që të shpëtohet tek Allahu xhallahu ala, dhe nuk është kështu. Pra ky pretendim është i ngritur që ti po besove se Allahu është krijuesi, ti me këtë shpëton. Shehu thotë jo, s'është kështu. Se ky është tauhidi, pra ky lloj tauhidi është tauhidi i njohur te dietarët me emrin tauhid rububie. Ngjoni? Me tauhid rububie. Këtë e besonin mushrikët tek të cilit ishte dërguar i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Siç thot Allahu i lartësuar, pra tani po lexoj, vetëm po ndalova me një moment që të sqaroj diçka se janë të qarta, por se unë dua që, si më thon me që jemi duke shpjeguar librin e shehut, përmendim sa më shumë fjalë për ti, se çka kontributi ka dhënë ai Allah më shëroft për të kuptuar njerëzit kuptimin e la ilaha illallah. Dhe i ka dhënë disa prej këtyre zonave tona kur kanë shkuar te shehu, shkonin dhe gjëja çai ka thënë, po si më thon obligimi më i madh juaj që keni kur theni në zonat tuaja, pra nga pjesa e shqiptarëve të Maqedonisë, i ka thënë që ti kuptoni, që ti shpjegoni popullit tuaj kuptimin e fjalës la ilaha illallah. Edhe nëse rrini me mujt tëra për këtë fjalë. Pra nëse i pyet ata, thot Allahu i lartësuar, nëse i pyet ata kush i krijoi qiellin dhe tokën, ata do thonë Allah, pra xhallahu ala, me gjithë këtë atyre ky tauhid nuk i bëri dobi, sepse ata kishin mohuar tauhidin e uluhiyet, tauhidin e adhurimit. Këtë gjë thot pejgamberi dhe e kritikuan ose e refuzuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këtë gjë, pra me një kritik shumë të madhe, thot me fjalën e tyre që Allahu na ka treguar për ta, pra që ata pohonin rububien dhe mohonin uluhien, për rububien përmendet gjithë ky ajet, po që mohonin uluhien, çfarë ajeti përmendet gjithmonë? Ngjojeni ajetin. Thot, pra ata e refuzuan të gjë me një refuzim shumë të madh, siç ka treguar Allahu për ta, ai bëre të adhuruar vetëm. Kjo është për të çudit. E shifeni shehu dhe dietarët e përmendin ajetin e surës Saad, kontekstin që ata mohonin çfarë? Tauhidin uluhie. Pra ky ajet ka të bëjë me tauhidin uluhie. Dhe në moment që ti përmend këtu Zot, atëherë çfarë ti për ty është Zot. Ndërkohë që shehu thotë, ila, do të Rabb ata e pohonin. Ila e kishin problemin. Atëherë ila çfarë, ku ishte problemi i tyre? Pra që Zoti është një, nuk ishte problem për ta. Që i adhuruari duhet të jetë një, ky ishte problemi për ta. Pra siç do vinë te fjalët e tjera shehu. Do thotë inshallah, po ndoshta herës tjetër, pra kur të vijë herës tjetër, inshallah.
Pra, ata mohonin uluhien dhe adhurimin, thot, përmend ajetin dhe ngjojeni, prej gjërave që obligon ky tauhid të cilin ata kanë mohuar, është të lehet kërkimi ndihmës, kërkimi i ndihmës në vështirësi, të lehet duaja, të lehet çfarë kurbani për dikën tjetër përveç Allahut xhallahu ala. Pra, po kuptove këtë, do i kuptosh se gjitha këto janë të veçanta për vetëm për Allahun. S'duhet i drejtohen dikujt tjetër përveç Allahut. Gjitha këto, pra lihen gjitha këto që janë të veçanta vetëm për Allahun. Pra adhurimet janë të veçanta vetëm për Allahun xhallahu ala. Kush i drejton diçka për këtyre dikujt tjetër përveç Allahut, ai ka bërë shirk, pra i ka bërë Allahu xhallahu ala ortak, edhe nëse dëshmon tauhidin rububie, ai imani që shpëton është ai që bashkon mes tauhidit rububie dhe tauhidit uluhie. E veçon Allahun me këtë gjë, ky është sqarimi për temën që u tha. E lëm me kaq. Allah është përbleft pra Sheikh Albani dhe mëshiroft e bof për banorëve të xhenetit dhe na boft ne të qëndrueshëm tauhid dhe sunet, pra të jetojmë me këtë fjalë, të jemi të qëndrueshëm te kjo fjalë, ftojmë te kjo fjalë, pra të jemi në tauhid dhe sunet derisa të vdesim dhe Allahu na ringjall këtë gjendje. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Edhe ju të gjithë.